Vetëm pak ditë më parë u bë e ditur se moderatori i njohur Alaudin Hamiti është nënshtruar një ndërhyrje shëndetësore, për shkak të së cilës ka qëndruar i shtruar në spital për disa ditë me radhë. Gjatë kësaj periudhe, ai ka qenë në mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore, ndërsa burime pranë tij kanë konfirmuar se gjendja shëndetësore ka qenë stabile dhe pa komplikime serioze, çka ka qetësuar familjarët, miq dhe ndjekësit e shumtë. Lajmi për shtrimin e tij në spital ngjalli reagime të shumta në rrjetet sociale, ku figura të njohura publike dhe fansa i dërguan mesazhe mbështetje dhe urime për shërim sa më të shpejtë. Hamiti, i cili njihet për energjinë dhe për kushtimin e tij në ekran, ka zgjedhur të mos e ndërpresë për një kohë të gjatë kontakti me publikun, duke i mbajtur ndjekësit të informuar për gjendjen e tij. Pavarësisht situatës shëndetësore, moderatori ka treguar profesionalizëm dhe vendosmëri për të rikthyer sa më shpejt në angazhimet e tij televizive. Ai ka konfirmuar se sonte do të rikthehet në spektakël, një lajm që ka gëzuar publikun dhe fansat e emisionit. Njoftimin e ka bërë vetë përmes një postimi në Instagram, ku është shfaqur i buzëqeshur dhe në humor të mirë, duke treguar se ndihet më mirë dhe është gati të vijojë me angazhimet e radhës. Ky rikthim i shpejt në ekran shihet si një dëshmi e përkushtimit të Alaudin Hamitit ndaj punës dhe publikut, duke treguar edhe një herë se, pavarësisht vështirësive, ai mbetet i vendosur të mos i zhgënjej shikuesit që e ndjekin prej vitesh. Ja se çfarë deklaroi 2 ditë më parë Big VIP Albania për ju. Moderatori i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, ka kaluar së fundmi nëpër një ndërhyrje kirurgjikale, duke shqetësuar për pak çaste ndjekësit dhe publikun e gjerë që e ndjek prej vitesh në ekran. Lajmin e ka bërë të ditur vetë prezantuesi përmes një fotografie të publikuar në Instagram, ku shihet i shtrirë në shtratin e spitalit, duke zgjedhur të jetë i sinqert dhe transparent për gjendjen e tij shëndetësore. Në postimin e tij, Hamiti ka sqaruar se ndërhyrja kirurgjikale ishte e pashmangshme dhe kishte të bënte me heqjen e gurëve nga kanali urinar, një problem shëndetësor që kërkon trajtim të menjëhershëm dhe që nuk mund të neglizhohet. Megjithatë, moderatori ka theksuar se gjithçka ka shkuar mirë dhe se tashmë ndodhet në fazën e rikuperimit, duke u ndier shumë më mirë pas procedurës. Me stilin e tij pozitiv dhe energjik, Alaudini ka zgjedhur të qetësojë ndjekësit, duke bërë të ditur se gjendja e tij është stabile dhe se po merr kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ai ka shprehur gjithashtu optimizmin se rikuperimi do të jetë i shpejtë, duke lënë të kuptohet se mungesa e tij nga ekrani do të jetë e përkohshme. Moderatori nuk ka fshehur as dëshirën e madhe për të rikthyer sa më shpejt në angazhimet profesionale, duke deklaruar se shpreson që të premten të jetë sërish aty ku, siç u shpreh ai, emocionet janë të vërteta, në prahimin e parë të Big Brother VIP Kosova për vitin 2026. Ky rikthim pritet me interes të madh nga publiku, pasi Alaudin Hamiti është një nga figurat kyçe të këtij formati dhe një emër shumë i dashur për audiencën. Postimi i tij ka marrë menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, ku fansat, kolegët dhe personazhet të njohura të ekranit i kanë dërguar mesazhe mbështetjeje, duke i uruar shërim të shpejtë dhe forcë. Komentet pozitive dhe fjalët inkurajuese tregojnë edhe një herë lidhjen e fortë që moderatori ka ndërtuar me publikun ndër vite. Pavarësisht këtij episodi shëndetësor, Alaudin Hamiti duket i vendosur të rikthehet më i fortë se kurrë, duke vazhduar të jetë pjesë aktive e një prej spektakleve më të ndjekura televizive në Kosovë. Rikthimi i tij në prajim pritet të shënojë edhe një herë fillimin e emocioneve të forta dhe dinamizmit që e karakterizon Big Brother VIP Kosova. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.